Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi së bashku në ekranin e Radio Televizionit të Korçës në këtë mbrëmje të sejntes për të folur në fakt për 100 personalitete. Bashk me një bashkëpunëtor të ngushtë do t'a konsideroj të emisionit tim, profesorin e nderuar, arkeologun Skënder Aliu, jemi bërë bashk teksa na ka rënë në dorë një libër i gazetarit dhe analistit të njohur Roland Qafoku. Është libri 100 personalitetet më të spikatura të skraparit. Dhe kështu së bashku me profesorin vendosëm ta ndajmë me një publik më të gjerë për një arsye shumë të thjeshtë. Jo vetëm sepse këtu janë 100 personalitetet të skraparit, po sepse brenda këtij libri ka shumë për të thënë, ka art dhe histori. Ndaj profesorit ju uroj edhe sot mirëseardhje në Pak nga të gjitha. Mirëseardhje. Faleminderit për propozimin e mençur që na ke bërë, edhe që në këtë emision sonte do të kemi, nuk do të jemi bashkë vetëm me profesorin, për të treguar dhe ai arsyen sepse vendosi që të na propozonte si një temë në këtë emision, por edhe autorin e librit, gazetarin dhe analistin e njohur Roland Qafoku, që do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana. Dhe bashkë me profesor Skënderin në këtë bisedë do të na bashkohet edhe autori i këtij libri, gazetari dhe analisti i njohur Roland Qafoku. Roland, mirë se erdhe në ekranin ton. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë kam dhënë disa intervista për këtë libër në disa televizione, por me thënë drejtën kur më morët ju u gëzova më shumë se sa këto intervistat e tjera që kam dhënë, për shkak se e di që TV Korça është një po themi stacion ose derivat i RTS-s, por duke qenë se përmbledh një zonë të caktuar në juglindje, edhe pash veten që TV Korça përmbledh dhe skraparin dhe u ndjeva me vërtet shumë mirë, shumë mirë dhe ju falenderoj për këtë ftesë. Faleminderit Roland për këtë libër që na ke sjell dhe pyetja ime e parë që natyrisht ndoshta do ta kishte çdo lexues, si i bëre bashkë 100 personalitete të skraparit? Që të bësh bashkë, jo 100, po edhe 2 skrapalin nuk është e lehtë, por ideja ishte e tillë që unë duke qenë se kam shkruar disa libra me karakter historik dhe jo vetëm, kam shkruar 8 libra dhe mendova që në një moment të caktuar nuk mund ta quaja veten kur të kompletuar në drejtim të krimtarisë, nëse unë nuk do bëja një libër për vendlinjen time. Dhe i thash vetes që do doja të bëja një kontribut për skraparin. Dhe në këtë pikëveshtrim, në këtë ide, unë mendova që ajo që do vlente më shumë ishte sjellja e disa figurave që me vërtet edhe ky libër është një libër lokal, por doja të sjellja figura që kishin gjithmonë një nivel kombëtar. Dhe në një farë mënyrë kjo është edhe historia e skraparit, nëpërmjet figurave, nga i pari te i fundit, kjo është edhe historia e asaj krajine, asaj zone. Dhe punova shumë për këtë, mu desh gati 3 vjet për të bërë këtë libër, për ta shkruar këtë libër, por sigurisht që unë përpara kisha grumulluar shumë materiale, dokumente, gazeta, revista, të dhëna të shumta dhe realizova dhe shumë intervista. Dhe më në fund ja dona që ta sillja këtë libër për lexuesin. Por gjithmonë kam synuar që vërtet ky të jetë një libër lokal, por për masat e tij, personazhet e tij të kenë një vlerë më shumë se sa lokale. Dhe në fakt të përgëzoj, bashkë me profesor Skënderin që jemi në studio, vendosëm që të ftojmë të flasim se më mirë se me autorin edhe natyrisht me teleshikuesin nuk kemi se si ta ndajmë. Profesor, si të lindi ideja kur e more në dorë për herë të parë këtë libër, që është sigurisht edhe voluminos, ka brenda rrëfimin natyrisht njehemi me 100 personalitete, po më besonin që ka brenda histori të panjohura dhe kjo është vërtet shumë interesante. Unë me këtë libër jam njohur kështu nëpërmjet televizionit. Ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që nga titulli thot 100 personalitetet e skraparit, burra, gra, që kanë dhe në emër këtij vendi. Është vërtet një libër krahinor,
po është shumë i domosdoshëm dhe unë mendova që ta bisedoj me ju, me qëllim që këtë ta prezantojmë jo vetëm për skrapallin të kudo që ndodhen, po edhe për të gjithë bashkëkombësit tonë, sepse është domosdoshmëri që gjithkush duhet të njohë historinë e vendlindjes. Jo vetëm kaq, po të njohë dhe identitetin e vendit, kudo që jetojnë, punojnë. Pra, është për mua edhe një thirrje për të gjithë pedagogët, e mësuesët e shkollave të mesme, universitetit, sidomos këtu në Korçë, me qëllim që duke marrë shembull ose duke përdorur si model për vendlindjen, të mund të shkruajnë libër të ngjashëm me këtë, sepse gjithë krahinat e Shqipërisë Uglidore, Kolonja, Korça, apo Gradeci, Devolli, kanë shumë personalitete në të gjitha fushat e jetës. Ndaj unë bisedova me ju e që ta paraqesim atë, si zakonisht, sigurisht, dhe kam bindjen se ajo do të bëj përshtypje për të gjithë drejtuesit. Sidomos dhe për shkak të disa personaliteteve që ne kemi zgjedhur, disa me propozimin e vet autorit të librit e disa me propozimin e profesor Skënderit, dhe mua më tërhoqën vëmendje për të lexuar jetën dhe veprimtarinë e tyre. Do t'i fillojmë t'i shfaqim në ekran për të njohur edhe teleshikuesit, e në të njëjtën kohë do të zhvillojmë një bisedë jo vetëm me autorin, por edhe me profesor Skënderin që e kemi në studio. E fillojmë me personalitetin e parë që kemi zgjedhur, natyrisht to kanë qenë, ju thash, edhe zgjedhjet propozuara, po edhe zgjedhjet të rastësishme. Personaliteti i parë është Kahraman Ylli. Është një drejtues politik i formacioneve luftarake gjatë luftës së dytë botërore, ministër arsimi, rektor i Universitetit të Tiranës dhe ministër fuqiplot i Shqipërisë në Francë, ndërkohë ka pasur edhe rolin e deputetit, e shohim tani në ekran këtë personalitet, nxënës në Shkollën Normale të Elbasanit. Duhet theksuar që në 10 vjetorin e themelimit të Universitetit të Tiranës në pozicionin e rektorit të universitetit, ai ka mbajtur një fjalim shumë të rëndësishëm. Profesor, çfarë e bën të veçantë Kahraman Yllin, të paktën nga aq sa ti ke lexuar për të? Të them të drejtën, me emrin e tij ne jemi njohur, edhe unë për shembull jam njohur që në femini në vendin lindjes time. E di pse, sepse nga të moshuarit kemi dëgjuar që Leshnja është nga fshatrat e dëgjuara të Skraparit. Mbase teproj se kështu e kam dëgjuar në feminin time, që kjo familje kishte Mira Kokdele, ishte mi Pela, thoshin, që do të thotë që vërtet ishte një familje e kamur, dhe të gjitha këto, në të gjitha kohrat, i ka përdorur në të mirë të përhapjes së arsimit, të mbrojtjes së vendit, për shkollën, për të mbrojtur nga dyndjet që herët, avaroslave, pastaj për të mbrojtur nga romanizimi, në kohën e perandorisë romaka 500 vjeçare, apo bizantine 1000 vjeçare, apo të turke 500 vjeçare. Po konkretisht për Kahraman Yllin? Tash ajo që më lidh ka dy momente, të them drejtën. E para, kur kam mbaruar unë 7 vjeçaren atje në Kolonjë, ishte zakon që shkonje një muaj në Shkodër e beshe mësues. Dhe unë shkova atje me idenë që të beshe domosdoshmë mësues. Mirë, po unë edhe një vajzë tjetër nga Kolonja, thom Aida Rushi e quajnë, e përshëndes se jeton dhe ajo si mua, na vunë në resht ashtu edhe na nxorën, thanë ju jeni shumë të vegjël, nuk. Unë me idenë që domosdoshmë të bëshë mësues, kam vajtur në Ministrinë e Arsimit, kur ishte Indjeri Karaman, dhe i them kështu, ku ta vesh ti, po ti e ka që i vogël, atje në Skrapar, ata janë sa mua ata të rajnë. Në kohën kur Kahraman Ylli ka qenë ministër i arsimit. Po, e dyta, ajo që ka më shumë rëndësi, mbasi mbarova fakultetin, unë ka vazhduar në vitet 1958-62, Karamani erdhi rektor që në 57-ën. Edhe ai dha ngjyrë, them drejtën, edhe Universitetit të Tiranës. Dhe kursi jonë ishte një kurs që në fund u diplomuam vetëm 12 veta, dhe kështu që ne
patëm rastin të takoheshim me ta her pas here në kërbimet në Apollonie, qetë me ndërsa unë kur e kam lexuar historinë e Kahraman Ylli, sigurisht që nuk e njihja, më ka bërë përshtypje një moment shumë interesant që Rolandi na i ka sjell në këtë vepër, një mision sekret që kishte të bënte me shpëtimin e 13 infermiereve gjatë luftës së dytë botërore. Në 8 nëntor të vitit 1943, në Belë shurëzua një avion ushtarak që udhëtonte nga Sicilia drejt Barit. Një operacion shpëtimi i mbajtur i fshet në Shqipëri, por që duket se nuk i ka shpëtuar vëmendjes të një gazetareje, e cila ishte gazetare e New York Timesit dhe Wall Street Journal, Kate Lineberry, e cila i ka kushtuar një libër të posaçëm, madje thuhet që ky libër ka qenë edhe një bestseller. Shpëtimi sekret, historia e patreguar e mjekëve dhe infermiereve amerikane prapa frontit nazist. Roland, si arriti Kahraman Ylli ta mbante për kaq vite të fshehtë këtë mision? Së pari, falenderoj shumë që figurën e parë përmende Kahraman Yllin, është një figurë jo thjesht lokale, por është një figurë e përmasave kombëtare vetëm, po do thosha edhe më shumë, e them më shumë pikërisht për këtë histori që ju e përmendët. Është një ngjarje që jo vetëm Kahraman Ylli, nderuar kolege, por edhe të gjithë ata banorë të Skraparit në 11 fshatra që strehuan 13 infermiere amerikane dhe nuk e hapi njëri gojë dhe nuk tregoi kush që ato bën një inkursion dhe një udhtim raskapitës të mes të dimrit, duke u fshehur nga gjermanët dhe më pas kaluan nga Berati, këtë itinerar, nga Belshi në Berat, nga Berati në Skrapar, nga Skrapari në Korçën tuaj, në disa fshatra të Korçës, nga Korça në Përmet, nga Përmetin Tepelen, Tepelen Gjirokastër, Vlorë, në Karaburun dhe pastaj erdhi një anije që i mori. Të gjithë operacionin ndiqej në Shqipëri, drejtohej nga komandant Kahraman Ylli, sipas edhe dëshmive të vetë infermiereve. Ndërsa operacionin nga Amerika e drejtonte Dwight Eisenhower, komandanti ushtarak i forcave amerikane, i cili më pas u bë dhe president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ai raportonte presidentin e tyre në atë kohë, Franklin Roosevelt, sepse ngjarja mori për masa shumë të mëdha dhe ato mund të ekzekutoheshin nga gjermanët. Si të thatë edhe ju, një nga dëshmitë më të rëndësishme është ajo e një prej të mbjetuarave që gazetarja Kate Lineberry ka botuar në librin e saj, dhe unë kam librin origjinal, dhe ajo përmend Kahraman Yllin si njeriu që drejtonte operacionin. Unë këtu kam dhe një lidhje personale, sepse në një nga shtëpitë në fshatin Vëzhezh, në fshatin e gjyshit tim, që infermierët, 3 nga infermierët kanë fjetur, ka qenë shtëpia e gjyshit tim. Dhe ka qenë një moment emocionues, imagjinoj që një ngjarje që nuk e tregonte askush deri në vitin 1990, befas në mbas të gati 70 vjetësh, ti lexon një libër dhe kjo të emocionon jashtëzakonisht. Ishte një heshtje unikale, po them, se si këta njerëz bën një akt kaq të madh, kaq të lartë, dhe e bën atë të mirë dhe thjesht e hodhën në det, nuk e përmendën kurrë. Habia ishte se si vetë autoritetet amerikane nuk e përmendin këtë. Por kemi parasysh që për autoritetet tona, fakti që përkthyesi i infermierëve amerikane u përshkatuan në vitin 1946 si bashkëpunëtor i amerikanëve, bëri që frika aty ishte e tillë që askush mos e përmendte fjalën amerikane që kanë ndëntur në Skrapar dhe janë strehuar. Dhe kjo ishte pak a shumë, mendoj unë, edhe një nga arsyet. Por ato gra, ato vajza 20 vjeçare, 21 vjeçe, vajza të bukura, të reja, domethënë që ranë rastësisht në Shqipëri, sepse ato udhtonin drejt Barit, nuk kishin synim të vinin në Shqipëri, ato e kanë dëshmuar këtë në Departamentin e Mbrojtjes, në Pentagon, të gjithë histori, dhe për ne kjo na bën shumë fish krenar. Ne kishim mësuar që kishim ruajtur ebrejt, kishim fshehur ebrejt, po jo amerikanët, dhe
ky rast e ngre shumë jo vetëm atë që bëri publicitari, por veçanërisht Karaman Ylli, i cili drejtoi të gjithë këtë operacion. Një personazh në fakt, Roland, një personazh i cili mund të konsiderohet me të drejtë ndoshta si deputeti më i jetëgjatë, plot 8 mandate. Po, sot atë e ka kaluar Sali Berisha, i cili ka 10 mandate si deputet, po Karaman Ylli ishte në çdo legjislaturë ishte absolut do të i zgjedhur. Megjithatë, ai nuk shpëtoi dot pa pësuar një goditje politike në një moment që nëse ju mendoni që unë mund ta shpjegoj, Ndërkohë që në fund të librit e ke lënë edhe lexuesi në fakt në një pikpyetje, ju ngrini pyetjen a është misterioze vdekja e Kahraman Yllit dhe shpjegon edhe mënyrën se si ai ka vdekur. Beson se ndoshta do të vazhdosh të ulëmtosh ende për të kërkuar mbase për një të vërtet, të pathënë? Po, unë kam bërë diçka, besoj që shumë profesionale. Unë kam lexuar dhe kam parë dosjen origjinale të vdekjes së Karaman Yllit. Edhe që kur e pa shumë vite më parë, krijoa një bindje që vdekja e tij nuk ishte normale. Ishte natyrale. Pse? Ai, për vendimin tim, është futur në ujë në det në mënyrë shumë ndryshe nga ajo që i thoshin mjekët, kishin siguruar mjekët që sepse ai vuante nga zemra, nuk duhet të futej fare në ujë. E dyta, ai nuk dinte not. E treta, shoferi i tha që mos u fut sepse unë nuk di not për vete dhe nuk do ndihmoj dot. Dhe të gjitha këto, unë besoj që ai ka gjetur një zgjidhje për të shpëtuar familjen, sepse Enver Hoxha i bëri një goditje të fortë, dhe goditja më e fortë në atë kohë ishte të largonin ose të shpërfillnin dhe të linin pas një vlerë. Enver Hoxha e bëri këtë duke i gjetur, ose më thënë disa persona i gjetën atij që kishte qenë dikur antar i Partisë Fashiste. Por besoj edhe profesori në studio e di që çdo person që punonte në administratën shtetërore automatikisht italianët e bënin antar të Partisë Fashiste. Të Partisë Fashiste. Asnjëherë Karaman Ylli nuk kishte dieni për këtë gjë. Mirë po Enveri i bënte këto dhe në një mbledhje, në një plenium me çoj në sy të gjithë të tjerëve dhe i tha që prano këtu që ke qenë antar i Partisë Fashiste. Ai nuk pranoi, siç bëri Fenavien Bedris Paiu, dhe kjo pastaj pati shumë pasoja në gjithë karrierën e Karaman Yllit. Sepse lexuesi besoj do ta marrin librin edhe do të flasim, se kemi zgjedhur edhe figura të tjera. Hamza Bey Gremshi. Do t'i lutesha teknikës të nxjerrim një foto dhe profesori ka insistuar për këtë personazh për një arsye edhe shumë të thjeshtë. Ju në libër e prezantoni si spahi të Tomoricës, sundimtari Gremshit dhe i Tomoricës dhe 7 fshatrave kryengritës ndaj perandorisë osmane. Ndërkohë shumë interesante është një foto e cila do të shfaqet në ekran që në fakt është qyteti i Gremshit në vitin 1570. Ju thoni se kishte 400 shtëpi, 6 xhami, 18 dyqane, hamame dhe rrugë të shtruara. Por sot nuk ka mbetur aty asgjë. E shohim foton në ekran tani, nuk ka mbetur asgjë dhe arsyeja duke se është nga një rrëshqitje dheu. Profesor, cila është pyetja që do t'i drejtohesh pikërisht për këtë personazh autorit të librit? Po dua të them që është e para herë që dëgjoj për një qytet, edhe sipas librit që ka botuar, është i shekullit 17 dhe shekullit 18, në një kohë kur në territoret e Shqipërisë jugore kanë shpërthyer një varg kryengritjesh kundër sistemit të Turqisë, pavarësisht nga botkuptimet fetare. Po duke qenë kështu, unë dua të them ose ta pyes autorin që ky qytet Gramsh është i kësaj periudhe apo lidhet edhe me periudhën e Ilire, periudhën qytetare e Ilire të shekullit 4, një para erësre, që unë kam këtu në dorë për shembull një botim të Muzeut të Skraparit,
edhe ka shumë elemente të kulturës, jo vetëm qytetare, po dhe para qytetare, dhe nuk më kam vërbaki që të kej një emër qyteti si ky. Si ky, po. Andaj duhet të them, me hulumtimet që ka bërë ky qytet, pra Grëmsh, jo Grëmsh, apo jo, e ka ekzistuar edhe në periudhën ilire. Ilire? Po, cilat janë të dhënat të Roland që ju keni gjetur për këtë qytet i cili tashmë është zhdukur? Tani, të gjitha të dhënat janë që Grëmshi, një qendër e banuar midis qytetës dhe qytetit dhe jo fshat në atë kohë, sepse siç e thatë ju kishte element urban më shumë se sa një fshat, janë të mesjetës dhe në periudhën ilire, siç pyet profesori, ne nuk ka të dhëna që ky vend banim të ketë ekzistuar. Ajo që e ngatëron të gjithë të histori lidhet me një fakt që zakonisht profesor ne quajmë me interes arkeologjik vetëm ato të antikitetit, pra të periudhës ilire, romake etj. Ndërsa ky qendër e banuar është vetëm në mesjet, në vitin midis 1500-1600. Në këtë dhe që e vërtetojnë ekzistencën e këtij qyteti përveç se të dhëna të tjera, janë dy element. Një, Mimar Kasemi, kryearkitekti i Perandorisë Osmane, autori një sër veprash madje edhe jo vetëm në Tomorric, Skrapar, por edhe në zonat të tjera si Berat, madje dhe në Përmet, është pikërisht nga kjo qendër e banuar. Tjetër, Hamza Bey Grëmshi, që ju e thatë aty që është nga bile është numri 1 në libër, një timar, një sundus i Grëmshit, i Tomorricës dhe disa fshatrave përreth aty, edhe ai ishte nga Grëmshi i Skraparit. Dhe ku del për herë të parë emri i pikërisht i personi Hamza Bey Grëmshit dhe edhe i Grëmshit. Unë kam profesor dhe kam krenarin që e kam bërë këtë lidhje, sepse në Skrapar flitej gjithmonë dhe mua më bëndë shumë përshtypje profesor që familja Frashëri, 3 vëllezërit Frashëri, Abdyli, Naimi dhe Samiu, ishin nga Skrapari. Po thosha, po mirë, si vërtetohet kjo, sepse dakor dikush e thot, po kjo duhet vërtetuar me dokumenta, me referenca, nuk bëhet atë se kemi dëgjuar ne. Dhe çfarë zbulova unë? Këtu e kam librin profesor, ja ky është libri, mësime, një libër i botuar në vitin 1900, dhe ka pra autor Mali Kokojka, me biografinë e autorit Mali Kokojka. Parathënien e ka shkruar Dimitër Berati. Mali Kokojka mua më ndihmoi, është pseudonimi i Mitat Frashërit. Dhe këtë zbulim të pseudonimit të Mitat Frashit, i pari ka bërë Aurel Plasari. Ai ka gjetur gjithë pseudonimet e Mitat Frashit. Se Mitat Frashi nuk ishte vetëm Lumos Këndo si pseudonim. Kishte edhe Mali Kokojka. Mua më bëri shumë përshtypje. Pse Mali Kokojka? Mali Kokojka janë në 2 vende në Shqipëri. Një është në Frashër dhe një është pikërisht profesor në afërsi të Grëmshit të Skraparit, sepse sot Grëmshi nuk ekziston, është një masiv dheu atje, një kodrin në Lugin poshtë dhe din gjithë Skapalin. Dhe vërtetimi i parë që Mali Kokojka është Mitat Frashi, dhe mua ma lehtësoi këtë aspekt. E dyta, nëse lexon gjithë librin, ajo pjesa më e rëndësishme është ai ka shkruar historikun Enai Frashërit. Pra Mitat Frashëri ka shkruar për Xhaxhan e vet dhe duke shkruar për Xhaxhan e vet, ai Frashi ka shkruar dhe historikun e familjes së vet. Dhe ai e shkruan tekstualisht. Unë kam me të verdh këtu. Ai shkruan e ke dhe në libër. Na çdihet mbi familjen tonë, më 1570 Hamza Beu i pari Tomorricës desh të shtoj urdhrin e tij dhe të mbrojë Skraparin, Oparin tuaj andej, Vorçën
por qeveria e Turqisë që si pëlqen në punë tek këtij zotie e rrethoi Beratën dhe Zujgjall. Kjo është një element i parë. Elementi i dytë pastaj shkruan përsëri Mithat Frashëri dhe edhe shton Hamza Beu thot mbeti pamjet e luftës pasi u rrethoa në Berati. Desh të dilte me fshetësia Berati si grua, sepse kishin rrethuar Osmanët, dhe u zgjall mbi këtë me gjithë familjen u dëbuan në Stanimak në Turqi. Pra, familja e Hamza Beut u dëbuan në Turqi. Dhe atje thot, ndrojt në 80 vjet, më 1650, në kohë të Mehmet Pash Qiprilliut, dhe ne e dim lidhjen e Qiprillive me Shqipërinë, u fal thot, Ayaz Beu, nipi Hamzait dhe ju dha për mbrojtje të mbroj Frashërin. Pra, këta shkuan në Frashër. Dhe Ayazi me gjithë tyre çfarë i tha ai si opsion, shkojnë në Frashër për të ndërtuar. Dhe kjo është shkuar këtu, profesor. Në rregull. Ja, ku kemi Dakor, Roland, po, ki diçka profesor se ky është debat i gjerë pastaj. Okej. Unë të falenderoj për përpjekjet që ke bërë në fushën e historisë. Po, ne arkeologët, pa ditur historisë, mund të bëhemi arkeolog, sigurisht. Dhe nga sa di unë, jo vetëm për Korçën, Kolonjën, do me thënë, të territoreve në Shqipërinë juglindore, po edhe skraparive në kohën historike, do me thënë, kur u kryo shteti dhe qyteti, bënte pjesë në dasareti, së bashku, do me thënë, të gjitha krajinat në mërmjet lumit e Ordej, apo të Vollit, apo Apsus, Osumit, deri në Berat, kur bashkoheshin e formonin Samonin, është dasareti. Dhe në teritoret tona është krijuar për herë të parë shteti, qyteti që kishte për kryeqytet Pejlonin dhe gërmimet arkeologjike kanë dhënë elemente të shumtë edhe të qyteteve të tjera që kërkohen edhe nuk janë të identifikuar. Kështu që jo vetëm mua, po edhe vetë bie fjala ata që janë marrë me arkeologjinë e skraparit, bie fjala Ljotim Ylli. Po, kam disa artikuj që ka botuar në revista, po kam edhe këtu një botim të muzeut, apo jo, dhe në asnjë rast nuk na ka bërë vaki që të kërkojmë se ka qytete, bie fjala që përmenin burimet greko-romake, jo vetëm për Pejlonin, po për Orgesin, për Dimaj, edhe shumë qytete të tjera që janë identifikuar. Prandaj më interesova të di. Ne do të vazhdojmë me personalitetet të tjera, se kemi shumë për të thënë. Do të kalojmë tani në një personalitet tjetër nga skrapari dhe do ta shohim edhe në ekran Abbas Ermenji, kryetari i Partisë Balli Kombëtar, pjesëtar i rezistencës gjatë luftës së dytë botërore, deputet, historian dhe profesor, e shohim edhe në ekran. Shumë interesante për ta pyetur Rolandin se cilat janë faktet historike që ai ka identifikuar për sa i përket përpjekjes që ka bërë Abbas Ermenji, aratisja e tij dhe aktiviteti në mërgim në fakt, sipas asaj që sjell Rolandi në këtë libër, nuk sollën diçka të re, me gjithë shpresën që ai kishte për të përmbysur regjimin diktatorial të Enver Hoxhës. Në fakt, Roland, pse nuk mundi Abbas Ermenji, po dhe të tjerë, ta realizonin ëndrrën e tyre? Së pari, Abbas Ermenji në luftën e dytë botërore nuk u rreshtua me pjesën e dur, pra nuk mbajti pozicionin, nuk ishte në anën e dur të historisë. Ai, idetë e tij, idealizmi i tij ishte që të luftonte fashizmin dhe për këtë ai u internua në Itali, besoj profesori e di këtë, por nga ana tjetër ai duke qenë pjesë e ballit kombëtar, nuk arriti atë që duhet bënte balli kombëtar. Jo se ata në ideologjinë e tyre, jo se ata nuk kishin luftë ndaj pushtuesve italian, por realisht ata nuk zbatuan pikërisht atë ideologji që kishin dhe synim që kishin. Mua në përcaktimin e figurës së Abbas Ermenjit më ka bërë përshtypje se si një profesor i nivelit lartë, ai ishte profesor edhe në liceun e Korçës, ka qenë profesor aty, dhe një nga shqiptarët më të arsimuar të periudhës që jetoi, pikërisht bëri këtë zgjidhje. Ai sigurisht
që ishte antikomunist, mirë po e vërteta e asaj kohë ishte që luftën ose rezistencën ndaj pushtuesve italian dhe pastaj dhe gjerman, për i të vërtetës e bën komunistët. Ai ishte në anën e gabuar të historisë për rezistencën, por ishte në anën e dur të historisë për luftën që dhe idetë e tij kundër komunizmit. Sa Fatosnano kur vdiq Abaz Ermenyi tha që Shqipëria humbi një figurë të rëndësishme politike, adletare dhe njerëzore. Dhe bashkohem edhe unë, tha, me nderimin e merituar të veprës dhe investimit të tij për kombin. Pra është një vlerësim i nivelit të lartë të tij. Nga ana tjetër, aktiviteti i tij në krye të ballit kombëtar dhe çetave të rezistencës pati jo pak probleme, sepse ne e dim që ndonë se nuk pati luftë civile, po element të luftës civile përplasja e ballit me komunistët dhe me partizanët ishte dhe ne i dim këto në histori. Po, profesor? Jo, është e vërtet që ai ka qenë një personalitet në periudhën e luftës. Veç duhet patur parasysh që nuk duhet të ngatrojmë gjërat në kuptimin e përgjithshëm. Ja tani për shembull po rishkruhet historia e Shqipërisë. Po, e vërtet. Edhe një nga ato grupe që verret me historinë e luftës, ose më mirë themi që nga viti 12 dhe deri në çlirim, është Pascal Milo. Edhe unë e takova ka ca kohë dhe i thashe ke shumë të vështirë, se është problemi më i vështirë të trajtosh periudhën e luftës nacional çlirimtare. Po, e vërtet. Dhe besoj që gjërat do shkojnë në vendin e vet. Po kurse si nuk duhet themi, sot Pascali që është marrë me atë punë për një luftë civile në këtë periudhë, një kohë kur vendi ishte pushtuar nga fashistët dhe pastaj nga gjermanët e kështu me radhë. Do të vazhdojmë me një personalitet tjetër. Do të dalë tani në ekran fotoja e Xhelal Staraveckës, komandant i formacioneve të rezistencës gjatë luftës së dytë botërore, komandant i batalionit të parë, komandant i xhandarmerisë. Unë do ndalem këtu sepse ju Roland keni intervistuar djalin e Xhelalit, Naim Staraveckën, dhe të bërë shumë përshtypje që në këtë intervist ka një mlef të grumbulluar të Naimit për tatin. Gjithashtu, interesante dhe pyetja ime është, a mundi do të, pra ju keni pak kohë që e keni realizuar intervistën, a mundi do të Naimi ti sjell eshtrat e tatit në Shqipëri? Jo, nuk mundi do të, madje vetë Naimi, sa jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Ajo është e vetme intervistë që i biri Xhelal Staraveckës ka dhënë, nga ata e ka marrë unë për fatin tim, për thjesht edhe për rrethanat që u krijuan. Ai ka kaluar një jetë të mundimshme dhe atë që ju me të drejtë përmendi si mlef ose si pakënaqësi ndaj babait ishte, sepse ai e la Naimin 1 vjeç në Shqipëri bashkë me bashorten e tij, pra maman e Naimit, dhe iku jashtë Shqipërisë. Imagjinoni që pas la gruan dhe një fëmijë të sapo lindur, të cilët gjithë jetën e tyre e kaluan në internim deri në vitin 1990. Ai kuptoj. Ishte një dënim, nuk ka dënim më të madh për njëri që sa lind të jetë internuar. Dhe me botimin e librit të tij me kujtime të Xhelal Staraveckës, aty Naimi, përveç se ai fliste për babain dhe është normale që të fliste fjalë me vlerë, ai shpërtheu në një moment, sepse në libër Xhelali shkruan për disa figura, shkruan me negativitet, me cilësi që Naimit nuk i vinte fare mirë. Çfarë i pash unë, tha, babai tim, tha, mirë tha na la na braktisi, por edhe ti marr edhe konfliktin me njerëzit, një konflikt i panevojshëm. Kështu që Naim Staraveckë me të drejtë e përcaktonte Tjatin si një personazh të rëndësishëm në rezistencën gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri, por edhe me problemet që ai pati, largimin nga forcat partizane, kalimi me xhandarmerinë, me bashkimin me forcat balliste etj. Por Xhelali duhet thënë që
ka një merit që atë besoj dhe profesori jo thjesht është ndjeni, po është një mendje me mua, që çlirimin e të parës qendër urbane, të parit qytet ose në prefekturë që ishte skrapari në atë kohë, më 5 shtator të vitit 1922 u çlirua fal Xhelal Staraveckës, fal organizimit që ai bëri të gjithë atyre banorëve të skraparit dhe çliroi atë qendrën aty në prefekturën dhe komandaturin që ishte në Çorovë. E kuptoj. Një personalitet tjetër që do të vi tani, e ndoshta këtu mund të ndryhej edhe profesori, një emër shumë i njohur në fakt jo vetëm për skraparin, por për gjithë Shqipërinë, është Riza Cerova. Është oficer i Gjendarmerisë, gazetar dhe financues arti. Unë te kjo e fundit dua të ndalem dhe ta pyes Rolandin që si keni mundur të zbuloni faktin që Rizai, që në fakt ne njohim në një pjesë tjetër, duket se është shumë i lidhur me artin, me publicistikën, është sponsorizues si një botimi të një vëllimi me vargje që janë kthyer edhe në hite. Si ke zbuluar këtë anë të panjohur për të? Po kjo është shumë e vërtetë, falenderoj shumë për këtë. Riza Cerova mendoi edhe kështu, edhe busi i tij në Çorovë ishte me një armë aty, njëri që vetëm luftonte. Dhe ajo pjesa që ishte e pa bërë publike për të, ishte pjesa e lidhur me artin. Unë isha dëgjuar që ai ishte një publicist pra me letra, shkruante madje dhe poezi, shkrime, analiza, por nuk e kisha këtë dimension. Dhe më ndihmoi shumë për këtë disa dokumenta dhe veçanërisht një libër i viteve 20-30 me disa këngë, madje ato që njihen shumë, poezia himne Mjal Gramenos për më mëdhen, që i kishte sponsorizuar për të botuar pikërisht Riza Cerova. Dhe më bëri shumë përshtypje ky moment. Do të gjitha të këngën e për më mëdhen, vraponi burra se s'ka me prit, e kishte bërë të mundur Riza Cerova. Do nuk ishte thjesht ai njeriu me ata armën që luftonte kundër Ahmet Zogut për të mos vijuar me atë zhargonin e komunizmit si anti-zogiste etj, por ky kishte një lidhje dhe një dashuri për artin, apo kënga tjetër hit Drenovaria që ju... Po, që është këngë shumë e njohur. Një ditë shkova nga Drenova, gjeta një vajzë të re, ishte bukur, ishte mitur etj. Të gjithë këta e ka bërë të mundur Riza Cerova botimin e kësaj poezie që është këngë, apo vetë asaj të Azdrenit o mojtime sytë e zi, qike flokët për si arë, eja mezin do ta marë, se po sardhe do të vinë. Do të vinë, po. Të gjitha këto ja bërë Riza Cerova, do në është një libër i botimi i vitit 1928, me titull Burbuqet e pranverës, shkruan atje, këngë popullore, kontare dhe dashurie, i shtypur në Tiranë, dhe gjithë të kishte bërë Riza Cerova. Ndërkohë, profesor, Riza Cerovën ne i njohim se na ka zbuluar një anë artistike, ndonjëherë të krijohet përshtypja të këtyre njerëzve që dinin vetëm si çfarë Rolandi të luftonin, po përkundrazi kanë edhe shpirtin e tyre artistik brenda. Ndërkohë Rizai është i njohur në historinë e popullit shqiptar për çfarë? Po, Riza Cerova, unë po them për zonat tona. Ka qenë një emër shumë i njohur. Edhe në përgjithësi, në atë kohë ka qenë antizogist, ka marrë pjesë në atë ngjarjet e vitit 1935. Gjithashtu ka patur një kulturë, se ka marruar shkollën Selanik, do me thënë, ka njohur historinë e fqinjve edhe synimet e tyre për shkombëtarizimin e vendit. Ndaj ai ka meritat veçanta, ndaj dhe është edhe dekoruar me titullin e Eroi i Popullit, apo jo. Do të vi tani në ekran një portret tjetër, është Mane Nishova, vullnetar në luftën e Spanjës, pjesëtar i rezistencës gjatë luftës së dytë botërore dhe deputet.
ai vjen edhe në kujtimet e Petro Marcos, tashmë i njohur për gjithë shqiptarët si pjesëmarrës në luftën e Spanjës, ndër disa emra të shqiptarëve të cilët vullnetarisht ju bashkuan kësaj lufte. E megjithatë, një pyetje kam për Rolandin. Pse emri i Mane Nishovës është lënë në arrest pikërisht për kontributin e tij të çmuar në luftën e Spanjës? Po, shumë e drejtë pyetja, kolege. Do të thënë, ata 27 shqiptarë që morën pjesë në luftën e Spanjës, më shumë se sa fjala ideal, do të thënë të gjej një fjalë tjetër nuk e gjej dot, se si ata u kthyen në internacionalist, pra ka përzyen kufit e Shqipërisë për të luftuar në Spanjë. Një idealizëm nuk e di se si mund ta përshkruaj këtë gjë, dhe ai mbeti vetëm te ky heroizëm, sepse ai edhe u plagos atje. Por dhe luftën e dytë botërore në Shqipëri ai mori pjesë me qeta partizane në Skapar dhe në Berat. Dhe kjo e bën atë jo thjesht një figurë lokale, pa ishte një figurë kombëtare. Mane Nishova ishte një personalitet që i mjaftoi vetëm akti i asaj që bëri në Spanjë dhe sigurisht në luftën e dytë botërore në Shqipëri. Por në Shqipëri erën real dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm me Mane Nishovën, por edhe me shumë të tjerë i kanë lënë pas dore. Dhe madje mbas vitit 90 gati nuk e përmendin fare. Por fati, siç e thatë dhe ju, përveç se disa libra që janë shkruar për Mane Nishovën, edhe Petro Marko e ka ngjyrë mirë dhe me njështrinë e tij, me talentin e tij, pjesën me që ai e njinte Mane Nishovën në Spanjë, në luftën e Spanjës. Në luftën e Spanjës. Çfarë më ka bërë përshtypje, Roland, ju përmendni atje që ai ka qenë edhe deputet, po një foto tregon një fakt interesant, nuk e di se ku ke mundur ta gjesh. Mane Nishova refuzon të marrë pagën si deputet. Pse? Kjo ishte fantastike, ky dokument që që më ranë në dorë, dhe madja i thot, për mua është nder i madh që jem përfaqësues i popullit, thot, në instancë më të lartë të tij. Prandaj thot, duke filluar nga kjo, mos m'jepet më ajo honorari, ata merrnin një pagesë mbi rrogën që kishin. Dhe është një akt që tregon madhështinë e këtij njeriu, dhe këtë realisht nuk e ka bërë vetëm Mane Nishova, e kanë bërë dhe të tjerë, dhe idealizmi i tij, kjo tregon që idealizmi i tij nuk ishte vetëm në luftë, nuk ishte vetëm në Spanjë, në luftën e Spanjës, nuk ishte vetëm në luftën e dytë botërore në Shqipëri, po ishte edhe në jetën e tij normale, civile, që ai nuk merrte atë që më mjafton, thoshte të jem përfaqësues i popullit. Imagjinoni çfarë perceptimi ishte ai për parlamentin. Spartak Braho është një tjetër figurë që ne kemi zgjedhur në fakt bashkë me profesor Skënderin, është një figurë shumë e njohur për gjithë publikun, por ajo ndër historinë që ke rrëfyer për të, ajo që të bën përshtypje është që është në kursin e parë të gazetarisë në Shqipëri, por në një moment shprehet është humbje kohe të vazhdosh të punosh si gazetar. Ndaj kalon nga profesioni gazetarit në atë të juristit. Si keni zbuluar ju të gjitha këto? Ka lënë dorëshkrim, ke intervistuar vetë Spartak Brahon, e ke njohur nga afër? Tani, sigurisht me këta mbas vitit 90, unë kam kontaktuar, sepse unë kam pasur një element për ta bërë librin, që me ata që janë gjallë, unë i kam kontaktuar vetë. Me ata që nuk jetojnë, unë kam biseduar të paktën minimumi me një pacardhës, djalë, vajzë, nip, mbes, apo dhe të afër të tjerë. Dhe nëse shikoni dhe në libër, kam dhe një pjesë aty që të tjerë çfarë thonë për personazhin. Por me Spartak Braun ka një element të veçantë përveç faktit që unë e kam intervistuar disa herë si deputet, që ai ka qenë në disa legjislatura. Në vitin 1985, në ambasadën italiane në Tiranë, vetëm disa muaj nga vdekja e Enver Hoxhës, futen në atë ambasadë një familje shumë e njohur. Dhe në dokumenta në arkivor që unë kam gjetur në arkivin e shtetit, aty ishin dy persona që Ramiz Alia i vendos që të kontaktojnë negocion me familjen Popa, me 2 vëllezër dhe 4 motrat.
Dhe kush ishin këta dy, do thoni ju? Personi më i rëndësishëm ishte Kristaq Rama, babai i Edi Ramës. Dhe i dyti Spartak Braho. Po, dhe shoqëruesi i tij ishte Spartak Braho. Pse Spartak Braho? Ai ishte një jurist i ri në atë kohë, sepse e kishin vënë që të bënte një raport për Kristaq Ramën se çfarë bëri ai me familjen Popa. Dhe Spartak Braho bën një akt që ishte shumë i rrezikshëm për atë periudhë. Ja thot këtij që shiko, unë do bëj një raport, më kanë sjellë këtu që të bëj një raport për ty. Dhe bëri një raport pozitiv për Kristaq Ramën dhe lehtësoi atë sepse ai vetë ishte në një siklet se si do ta perceptonin Teramizalia dhe te Kurani saj, sepse ai nuk se arriti, nuk dolën ata, ne dalim të vdekur këtej than. Dhe pozita e Kristaq Ramës nuk ishte aq e favorite. E kuptoj. Dhe mbas vitit 1910, kur Spartak Braho takohet për herë parë me Edi Ramën, i thonë që ky është Spartak Braho. Spartak Braho i tij, thot, e mbyt në familjen tonë, ka qenë kështu për disa muaj me radhë në vitin 85. Se thoshin çfarë do shkruaj Spartak Braho në raportin ndaj Ministrisë së Brendshme. Por ne u lehtësuam dhe babi, thot Edi Rama, u qetësua dhe u lehtësua kur mësoi që raporti ishte shkruar vetëm me fjalë pozitive. Dhe kjo sigurisht e ngreh njeriu, pavarësisht se njerëzit në jetë kanë ngritje, ulje, domos ata në politikë. Përtej politikës edhe pjesa humane, përtej politikës dhe pjesa humane. Do të kalojmë tani në një figurë shumë të rëndësishme, një penë e artë e letërsisë shqiptare, siç është Visar Zhiti, poet, romancier, ministri i kulturës, zërnisë dhe sporteve, deputet, diplomat, drejtori i shtëpisë botuese Naim Frashëri. Roland, njohja nga afër me Visar Zhitin, kujtimet famkeqe që ai sjell nga burgu bashkë me banorët e tjerë të Skraparit, si i ke përjetuar ti këto kujtime që ju ka sjell drejt për drejt Visar Zhiti? Për gjithë ata që e njohin sadopak krajinë e Skraparit, mendoj që ajo është një krajinë, po themi, e majt dhe që ka mbështetur komunizmin. Në fakt, mjafton Visar Zhiti nga Skrapari dhe e përmbys këtë perceptim. Është një nga poetët më të mirë që ka letësia shqipe, jo vetëm mbas 90-s, por edhe përpara vitit 1990, dhe për fat të keq vuajti burgun, vuajti për shkak të poezive. E theksoj këtë, sepse ka dhe disa të tjerë kolege që kanë vuajtur, po kanë vuajtur edhe për arsye të tjera. Ndërsa Visar Zhiti është futur në burg vetëm për poezitë e tij. Dhe kjo e bën shumë të rënd historinë e tij. Ai ishte nga Mënova, nga fshati Mënovi i Skraparit, dhe nuk ka lindur atje, ka lindur në Lushe, sepse historia ata janë larguar nga Skrapari e të tjera. Është djali e Kuran Zhitit, një personalitet i artit, po edhe i arsimit shqiptar, me aktivitet në qytetin e Lushes dhe njihet shumë, por ata janë nga Skrapari dhe gjaku nuk bëhet ujë. Visar Zhiti, mbas vitit 1910, është kthyer në vendindje, jo në vendindje, në origjinën e tij në Mënov, dhe se ai tani jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe çfarë ka bërë? Ka marrë një qesk, po themi një çantë, dhe ka futur aty gur nga shtëpia e rrënuar nga fshati Mënov. Dhe ato i mban si gjërat më të vjera në shtëpinë e tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe thot, këtu janë rrënjët e mia. E kuptoj. Figurë madhështore Visar Zhiti. Apo jo, profesor? Patjetër. Po unë desha të shtoj që shumica këtyre që shkuan në Spanjë janë persekutuar, kanë bërë burgje. Edhe disa nga ata unë kam patur rastin të njoh. Fjala vjen Skënder Luarasi ka shpëtuar unë në përkëmbë sa të duash, po nuk u fut në burg, vetëm kaq. Po gjithnjë ai derisa jetoi, gjithnjë ai fliste për kombin, për shkollën shqipe, edhe për një arsye tjetër se ishte i biri Petronin Luarasit,
një korife i gjuhës shqipe dhe shkollës, që u prapën e vetëm në Kolonjë, në Korçë, për edhe në Skrapar. Edhe në Skrapar, po. Profesor, kur kemi parë bashk librin dhe në fakt kemi kohë që flasëm me profesorin dhe u lumtojmë, e shohim, ju keni insistuar që pjesë e këtij diskutimi të bëhet dhe Mojsi Zaloshnja. Do ta shohim tani në ekran. Është gazetar, shkrimtar, folklorist, mësues, sekretari i Komitetit Partisë, shef redaksie në Shtëpinë Botuese. Unë do të theksoj që Mojsi Zaloshnja është mjeshtër i tregimit të shkurtër, mjeshtër i tregimit të shkurtër, do të përmend dy vëllimet të tij në vitin 1961 në hijen e Tomorit dhe në vitin 1963 lotët e natës. Profesor, pse Mojsi Zaloshnja duhet ishte pjesë e këtij diskutimi? Po, edhe për një arsye tjetër, sepse unë jam njohur me të birin e Mojsi Zaloshnja. Ilir Zaloshnja, po. Iliri. Po. Edhe dua të them që kam njohur që herët se është nga piktorët më të mirë që ka pasur Shqipëria, që është marrë kryesisht me arkeologjinë dhe ka punuar në Institutin e Arkeologjisë. Kujtoj vitin 1968, kur u bë konferenca e dytë albanologjike për 500 vjetorin e Skënderbeut, gjithë dokumentacionin edhe atë timen, ai ka përgatitur me shumë kujdes. Ishte vërtet, si thot populli, me sy shqiponjë e me duar të argjënta, u dha jetë objekteve. Dhe kujtoj që kur vinim atje para se të hynin në botim, edhe i thoshin, ja, kjo nuk shkon mirë. Mos e zërmedor, thosh ai. Domethënë, vërtet një piktor i cili ka dhënë një kontribut në fushën e arkeologjisë, jo vetëm për punët e brezit tim, po edhe të brezit para ardhës, domethënë 4 dekanët e arkeologjisë shqiptare, dhe do shtoj këtu se po kështu ka qenë dhe Vanjush Shekrezi që ne kemi patur këtu në bërthamën arkeologjike të Korçës, atëherë që me atë syren e tij të piktorit gjente elemente të cilët dhe ne si arkeolog nuk i shikonim dot, nuk i dallonim dot. E kuptoj. Dhe nëse ka një medalje të artë që e ka fituar Skrapari në fushën e artit, është Demir Zyko. Është këngëtar popullor, artist i popullit. Në librin tuaj, Roland, me të drejtë ju keni sjell kujtimet e artistëve të tjerë që e kanë njohur nga afër Demir Zykon, që e kanë vlerësuar atë artistin e jashtëzakonshëm që këndonte në nivelin 3 oktava, i vlerësuar nga Tish Daia si tenor lirik. Zëri i tij, thot Tish Daia, mund të përballonte të gjitha kërkesat tekniko-virtuoze që kërkon interpretimi i këngës. Gjithashtu, Xhevair Spaiu me të drejtë thot, zemra e Demir Zykos nuk re në krahëror, por në zërin e tij. Çfarë dini ju për pasurinë muzikore të Demir Zykos? A është mundur ajo të trashëgohet? Demir Zyko, pa diskutim që është një nga monumentet, të thosha, të kulturës popullore shqiptare. Ai vërtet nuk kishte shkollë arti, por kishte në genet e tij artin e polifonisë. Ai e ktheu në monument këngën polifonike toske dhe sidomos këngën polifonike të Skraparit. Muzikologë të ndryshëm kanë bërë vlerësime maksimale për të, duke e kthyer kur ishte gjallë në një legjend. Ai sa shpesh në atë kohë thoshin që kur këndon Demir Zyko tundet mali Tomorit. Ai jetoi 81 vjet e pak, por i dha artit shqiptar, mendoj unë, në mënyrë modeste e them këtë, si askush tjetër. Identiteti i tij është kënga Mbeç, more shok Mbeç, për të cilën kanë shkruar dhe kanë komentuar edhe Ismail Kadare, por nga ana tjetër unë kam bërë dhe vetë një lidhje të kësaj kënge, sepse vargu i dytë është për te urës e Qapec, dhe në fakt aty nuk ka urë. Arabia Saudite nuk ka lumejnë fare, por duke qenë dhe profesori si historian që është besoj ma vlerëson këtë gjë, që kënga në atë kohë, për cilë gojë me gojë nuk shkruaj. Dhe
ajo në fakt ishte guri i Çabes. Kur isha unë në Mek në një delegacion me disa gazetarë, kam bërë verifikimet e mia, nuk ishte as luma, as ura, as gjë, ishte vetëm guri i Mekës. Pra, xhamia që është qendra e botës muslimane, dhe thuhesh nga guri i Mekës e ke guri i Mekës e andej, dhe bashkëngëdhurja G e pazëshme ra dhe këndoi për të Urës të Çabes. Urit të Çabes. Urit të Çabes, po. Dhe kjo këngë emblematike e asaj kohe në gojën e Demir Zygos u kthye me të vërtet një hit popullor nga këngët më të rëndësishme dhe më të mirë interpretuara që sot me drejt ju thatë a trashëgohet, sigurisht ka këngëtar të tjerë që duan dhe e trashëgojnë këngën e Demir Zygos, por në atë nivel që ai e këndonte polifoninë dhe interpretonte polifoninë e Skaparit, nuk ka një të dytë që ta ketë zëvendësuar Demir Zygos. Dhe është e vërtet kjo që sa Rolandi pohoi, e vërtet që vetë Ismail Kadareja tregon se ka qenë një lloj frymëzimi për të shkruar autobiografinë e popullit në Vargje, teksa bënte një udhëtim të gjatë me avion në mbi shkret të tir, në Arabi, pikërisht atje ju kujtua kënga Mbeçë more shokën Mbeçë. Është shumë e vërtet kjo që sapo pohuat. Po unë dua të kaloj tani tek dy personazhe të tjerë shumë interesant që kanë të paktën ai që do të përmend tani ka një lidhje edhe me ne korçarët. Refat Gurazezi, kryeredaktori i gazetës Dielli, sekretari i Federatës Panshqiptare Vatra në Amerikë. Tashmë dihet që Vatra ishte krijuar dhe kishte në pjesë të saj një numër të konsiderueshëm korçarësh, duket që njeriu që i qëndroi më besnik Faik Konicës ishte pikërisht Refat Gurazezi. Roland, çfarë sjell në kujtimet e tij Refat Gurazezi që ende publiku nuk i di për figurën e Konicës? Nderuara kolege, unë nga ato figura që jam shumë krenar dhe ndihem krenar që e kam në këtë libër është emri Refat Gurazezit. Një njeri që gati nuk i thoshte asgjë dikujt, nuk ishte fare pjesë e historisë, jo të Shqipërisë, po ta lokalizoi vetëm të medias, por që në fakt është një figurë e përmathave të jashtëzakonshme. Ishte me fat që ishte një Benjamin dishepull i Faik Konicës, por duke pasur mentor Faik Konicën, ai zvogloi figurën e vet. Nuk arriti dot sepse të gjithë emri i Faik Konicës nuk mund të kishte një tjetër që ta vazhdonte aty ku e la Faik Konica. Dhe besoj ju si nga Korça që jeni e dini që në kuftime Korçën është i fshat i Skaparit me emrin Gurazez. Refati ishte andej, por iku me disa korçar në Amerikë dhe të gjithë jetën e tij ai e bëri me komunitetin korçar në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitet 20-30 dhe më tej, dhe mas luftës së dytë botërore. Dhe nuk e njihte njëri për Skapali Refat Gurazezi. E njihni si korçar. Po të gjithë e njihnin për korçar. Ai ishte nga Skapari dhe duke qenë se ai nuk krijoi as familje, nuk la pasardhës, kjo u sfumua fare pastaj u harrua. Por ai ka një merit jashtëzakonshme, ka qenë gati për 15 vjet kryeredaktori i gazetës Dielli, gazeta me peshë më të madhe që ka një gazetë në media shqiptare, ka qenë më shumë se sa aq, pra gati 20 vjet sekretari i përgjithshëm i Vatrës, dhe ai ka lënë edhe libra dhe ka shkruar edhe libra dhe kjo e bën atë akoma më me vlerë të gjithë veprimtarinë e tij. Po, dhe personazhi i fundit, se do ta vazhdoj pastaj bisedën në studio me profesorin, personazhi i fundit është Xhelal Koprënska. Më ka bërë shumë përshtypje si personazh, ai është firmëtar, proklamtës së pavarësisë, delegat në Kuvendin e Vlorës, senator i zgjedhur në atë kuvend, zëvendës ministër i luftës në qeverinë e Ismail Qemalit. Por ju sillni aty dy foto dhe dukshëm, po t'i krahasosh, në njërën është zhdukur firma e tij, pra kur ka firmosur bashkë me pjesëtarët e tjerë. Pse ka ndodhur kjo? Çfarë ka ndodhur me figurën e Xhelal Koprënskës? Po kështu bën regjimi komunist, profesori e di më mirë se sa mua që ata që ajo i quante jo thjesht kundërshtar të saj, se Xhelalin e vrani në 1919, në 7 vjet e gëzoi shtetin ai,
po i quan në Bel-Air, po themi nuk ishin atë të figurën e njeriu të thjesht apo të varfër apo popullor, ata e hoqën emrin dhe jo vetëm të tij, sepse një pjesë e firmëtarëve të pavarësisë edhe janë pushkatuar, dhe janë vrarë, dhe janë burgosur, dhe kishte shumë të lehtë që të hiqte emrin e Xhelal Koprëncës. Por për atë skrapar, që është një krajinë e vogël relativisht, 1 nga 40 firmtarë të ishte nga skrapari, për mua është një gjë jashtëzakonshme. Ka disa që edhe sot madje nuk duan ta vlerësojnë figurën e Xhelal Koprëncës, por u them vetëm një gjë modeste them, mjafton një firmë në jetë që të lërë pas një shtet dhe kaq mjafton ai e ka bërë kryeveprën e vet. Çfarë mund të bëjë një shqiptar në jetën e tij më shumë se sa të jetë firmë në krijimin e shtetit në krahët e Ismail Qemalit. Kështu që çdo diskutim tjetër për figurën e Xhelal Koprëncës do shbënte çdo lloj trillimi, abuzimi apo të tjerë që thonë jo ka qenë Bel-Air, jo ka qenë kështu, ka qenë ashtu. Ai e ka bërë aktin e tij dhe fati i keq është që familja e tij pësoi një përsekutim zinxhir, nipi i tij me të njëjtin emër Xhelal Koprënska është pushkatuar, ka qenë në burgun e Spaçit, ndërsa djalin e djalit të tij Abdyl Koprënskën, dhe me këtë rast e përshëndes sepse është gjallë, nuk du ta them me këtë formë, është 80 e ca vjeç që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe vetë ai nuk e dinte dhe mësoi në vitin 2000 e ca që gjyqi i tij ishte firmtar i aktit të pavarësisë. A e kuptoni se sa e dhimbshme është kjo? Po Xhelal Koprënska pa diskutim që është një figurë e jashtëzakonshme në shtet formimi shqiptar. Unë prandaj e thash që në fillim të këtij emisioni që libri nuk nxjerr në pa vetëm 100 personalitetet, por nxjerr në pa dhe ka shkundur të themi nga pluri aresës dhe shumë faqe të historisë. Prandaj unë të uroj shumë suksese, Roland, për gjithë punën hulumtuese, voluminoze që ke bërë dhe që siç e thatë edhe vetë ju janë dashur jo pak po 3 vite për t'i sjell, dhe ashtu sikurse më thatë edhe në një bisedë telefonike, skrapari nuk ka vetëm 100, po ka dhe shumë të tjerë që ndoshta do të vinë në një vëllim tjetër. Të shtoj diçka? Po, shumë e vërtet kjo. Unë pikë spaj falenderoj ty shumë kolege, falenderoj dhe profesorin në studio për fjalët e mira, për vlerësimin që bët dhe që i kushtuat një emision këtij libri. Sigurisht që skrapari ka dhe figura të tjera dhe aty mund të meritojnë që mund të ishin dhe figura të tjera, por jo vetëm unë, por edhe të tjerë mund të shkruajnë libra për personalitete dhe kjo është gjëja më normale, siç thonë amerikanët që botimi i një libri është motiv për të shkruar një libër tjetër. Dhe besoj ky është rasti për ta thënë, sepse ka dhe figura, sigurisht edhe figura të tjera, por kur ti bën një listë me 100 janë ata, nuk mund ta bësh dot 1000. E kuptoj. Profesori kërkon të shtoj diçka, po? Profesor? Unë gjej rastin të përgëzoj për gjithat punë voluminoze që keni bërë, dhe kjo nuk është e vetmja, ka dhe botime tjera si që kemi para aty në këtë libër, edhe dua të shtoj faktin që gjithë Shqipëria juglindore, tërë krahinat tona, janë të lidhura në të gjitha fushat e jetës me skraparin, sepse unë jam nga një fshat që është një pikë takimi midis skraparit, Kolonjës, Korçës dhe Përmetit, dhe edhe në fushën e trashëgimisë, edhe në përpjekjet për arsim dhe në luftë për shlirimin e vendit, pse jo edhe për traditat që ka patur skrapari dhe krajinat tona. Dua të sjell një shembull, për shembull, që këtu në këtë reviste që kam unë, një nga gjuhëtarët atje në skrapar, duke trajtuar toponimet, midis të tjerave të përmend një emër të fshatit Therepel. Dhe në kuptimin, unë nuk marr vesh nga toponimia, se është shkenca më e vështire gjuhësisë, po edhe Çabeja trajton atë, dhe në një kuptim tjetër, nuk ishte vetëm një rend që po ta zinje të priste, po i tregon dhe miqësinë që kur i vajte njeri atje në shtëpi, atje në Therepel, duke mos patur tjetër se çfarë të bënte,
për të treguar Theri Pelen. Është vërtet një shembull shumë tipik që tregon për toponimin që vjen nga Ilirishtja, e trashëguar brez pas brez e krahas, toponime dhe pastaj slave, turke. E kështu me radhë. Roland, falenderoj shumë që u bëre pjesë e kësaj bisede, të uroj shumë suksese në punët e tua dhe në projektet e tua në vazhdim. E teksa folëm për një nga personalitetet e përfshira në librin e Roland Qafokut, 100 personalitetet e skraparit, ne undalëm e folëm edhe për Mojsi Zaloshin. Tani kam kënaqësinë të kem një lidhje të drejt për drejt, djalin e tij, Ilir Zaloshin. Ilir, mirëmbrëma, mirë se erdhe në ekranin ton. Përshëndetje, mirëmbrëma. Si e ndjer kur babai është përfshirë në një numër të konsiderueshëm në 100 personalitete, dhe në fakt ne e përmendëm e folëm për një gazetar, shkrimtar, folklorist, mësues, një kontribut i jashtëzakonshëm që ai ka dhënë, po veçanërisht lëvrues i tregimit të shkurtër. Dhe në libër në fakt, Rolandi ka përmendur dhe disa prej vëllimeve të tij të suksesshme. Shumë interesante ishte kur lexova për jetën e babait tuaj, që është ndalur dhe ka lëvruar edhe letërsim për fëmijë. Sot i kemi të rrallë autorët që merren me letërsim për fëmijë. Është kënaqësi e madhe, edhe jo atëherë, po edhe tani që flas me juve kur bëhet fjalë për baban. Si për çdo njeri, babai, nëna, prindrit janë të parët, njerëzit më të afërt që i dhuron Zoti njeriut. Është e vërtet që ai, domethënë, gjithnjë kishte një dashuri të madhe për vendlindjen e tij. Po kur them të madhe, shumë të madhe. Edhe kur vinte në një zona e parit atij, sikur i vinte një pjesë nga shpirti i skraparit, edhe nuk e di si shpërfiturohej nga disi dhe ishte një kënaqësi. Por ai mbasi filloi studimet normale në Elbasanit, edhe gjatë asaj kohe u mor me publicistik dhe përveç me mësuesi, po publicistist. Dhe në këtë periudhë, pasi shërbeu si sekretari parë në skraparit, një periudhë muaj të shkurtër, edhe mësues më pas, erdhi në gazetën Bashkimi, filloi punë në gazetën Bashkimi në Tiranë. Kur redaktor atëherë ishte mirënjohuri Androkli Kosnavari, me kërë redaktorët. Dhe shpejt më pas, një periudhë të shkurtër që shërbeu si gazetar, filloi punë në shtëpinë botuese në Infrashri si shef i redaksisë të tregimit dhe më pas edhe të romanit. Por nga ana tjetër ai nuk rreshti të krijuari kryesisht për letërsi për fëmijë, që ishte aq e munguar, por dhe dashuria që ai kishte në mënyrë të veçantë për fëmijët e bënte që të nisi letërsinë si thua me letërsi për fëmijë. Dhe kujtohen shumë libra ka asaj kohe, por ajo që ngelin më e pëlqyera për kohën që është ribotuar dhe tani është Paralla Gjysmagjeli, të cilën e ka shkruar në Vardhje, dhe gjatë kësaj kohe ai lëvroi shumë fort edhe tregimin dhe mbi të gjitha i vlerësuar edhe nga opinionistë të tjerë të fuqishëm së letërsisë dhe të kritikës letrare, i vlerësuar shumë si tregimtar. Dhe mund do kujtoj këtu kur takohesha me Petro Markun, më pyeste për baban edhe më thoshte, i kam thënë gjithnjë vajzit, pse nuk shkruan romane, ti mbledh tregimet që ka dhe ç'është romani, thoshte, një grup tregimesh është. Kështu që ti po ai periudhën e tretë të shkruar jetës, ju kushtua edhe romanit. Ju kushtua romanit, shkruajti disa romane që dhe ato, për ato mori vlerësime për
nuk po mirë do ishte të thosha që një nga ata ishte dhe po themi Ismail Tadare, që tha kur lexova romanin tënd të parta, në parasysh ta tregimet e tua dhe nuk u zgjiņeva, tha më pëlqeu dhe e komplimentoj. Po. Veç kësaj. Ilir, po, edhe profesori ka diçka për të thënë? Po. Përshëndetje, Ilir Zalo. Përshëndetje, Skënder. Kështu i thoshim neve, jo unë po të gjithë arkeologë dhe punonësit e atje. Ilir Zalo. Një e dyta, unë thash sa më parë për punën si piktor, jashtë nga më të rallët në fushën e arkeologjisë që u dha jetë, jo vetëm objekteve të arkeologjike me ato rrathët bashkëqendror, se duhet ai në paratë parë të vizitonte dhe ne pastaj të mbushim kartelat, se është punë në seri. Edhe do të përmend edhe një gjë tjetër, për shembull që her pas here në ato momente e ndërpriste, thosh, na ishte mosh na ishte. Ishte njeri i humorit. Se vërtet humori zgjat jetën. E dyta, dua të përmend edhe diçka tjetër që edhe punët e mia, unë edhe sot kam për shembull tërë dokumentacionin e tumës Luarasit, një nga tumat më të mëdha dhe me 300 e ca objekte, është punuar njerë në vizatim, pastaj kam edhe në kalë, po kur e botova ata u ul dhe ato objekte her pas here e kanë humur atë paraqitje aq estetike të motiveve që përmbanin. Gjithashtu së fundi duhet të them edhe një shembull tjetër, që kur u zbulua thesari i Eginës në Kolonjë, ai sa mlodhëm në një 400 e ca, ato kanë mbi shpinë edhe një ristampim, markim, do të thotë ristampim, një stampë që nuk dukej. Dhe kështu që shpresa ja dha Ilir Zaloshnjës, dhe ato që nuk dukeshin me sy, ai me lupë i zmadhonte dhe ka vërë një tabellë me të gjitha simbolet që janë njerëzore, shtatëzore, e kupton, e të tjera. Kishte dashurim për artin e ka të shkuar pak dhe nga babai. Ilir, një pyetje të fundit. A keni ju dispononi do shkrime të babait të pa publikuara, pra që ai nuk mundi do t'i botonte kur ishte gjallë? Po, kemi të shkrime, përgjithsisht ai botoi gjitha, jo vetëm ato, por dhe ishte një mbledhës shumë i apasionuar i kulturës popullore folklorike, të shprehjeve frazeologjike, edhe shumë pjesë të tjera të internistë, ai gjithnjë i shkruante, i mblidhte dhe i dorëzonte në Institutin e Kulturës Popullore. Dhe është në regjistrat e tyre është i shënuar emri i tij aty. Por mbi të gjitha është edhe një roman që nuk u shkruajt, por nuk u botua sepse aty prekeshin ishte realitet, po prekesh pak marrëdhënia Shqipëri-Greki. Dhe për mos të acaruar këtë realitet që të atërshme për realitetin e sotëm, nuk u botua. Dhe ai ngjelet një dorëshkrim i pa botuar. Faleminderit Ilir që na u bashkova, që ndam disa kujtime edhe për babain tuaj. Tashmë pjesë e një libri dhe një punë ulëmtuese të Roland Qafokut, pjesë e 100 personaliteteve të Skraparit. Turojmë edhe ty shumë suksesa në punën tënde dhe në projektet të tua. Faleminderit. Edhe unë, juve, faleminderit dhe mirupafshim. Faleminderit. Profesor, unë të falenderoj që na u bashkova në këtë bisedë. Faleminderit e për gjithë punën e përbashkët që kemi bërë për të sjell pikërisht dhe për të sjell në kujtesën ndoshta edhe gjithë teleshikuesve që kemi edhe në zona të tilla që ndonjëherë duken si të vogla, mbajnë brenda tyre histori dhe kulturë, ashtu sikurse na ka mundësuar edhe gazetari dhe analisti Roland Qafoku në 100 personalitetet e Skraparit. Faleminderit.
Dhe unë ju përshëndes për punën cilësore. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që edhe sot qëndruat në ekranin e Radio Televizionit të Korçës në pak nga të gjitha. Natyrisht që do të rishihemi te në ardhshme në mbrëmje me të tjera tema, me të tjerë të ftuar. Natën e mirë për sot.